Domethënë çdo njeri që vozit, AI ka me kry më mirë se çaj njeri. Tash që robotat, Helix Robots, edhe Tesla bot të keqta, domethënë që ka me kry end me tila, teshat me t'i bu. Domethënë punë shtëpisë, me ta fshi shtëpinë. Domethënë kur janë nisë që të punë me ta kry, që të gotë me ta shti në me ta la, edhe është më mirë se ti në coding, tash s'po metin shumë sene. Me kënu, po tash ka nisë muzikën me bo me AI, edhe artin me bo me AI, domethënë s'po met fush, e na 2022-ën 21-22 ChatGPT u kon çka ka bën ChatGPT-ja. 2022-25 tjetër botë. 2025-2030 komplet tjetër botë. Domethënë këto njerëz nuk janë të kuptuar që zhvillimin e AI-it sa i rrezikshëm është në të njëjtën kohë, që mundet me dalë jashtë kontrollit të njerëzve, po edhe që AI ka mujt me kry shumicën e punëve, edhe kur po foli shumicën, s'po foli për 50-60, 90%. 90% më shumë të punëve që sot najna ato i bëu, unë besoj që vitin 2030 AI ka më mujt me kry. Domethënë 90% të njerëzve që dhomë, edhe 90% të njerëzve në Kosovë, do të më kështu çka kanë me bëu. E çka mendon cilat aftësi do të na mu kyç sot që me mbet konkurrues ose mos me mbet pa punë 2030-ën? Po çaja është një botë që është po shumë vështirë me paramendu, sepse nëse më rinë domethënë që kjo AGI, Artificial General Intelligence, më rinë në çat nivelin që është tu parashiku, atëherë punë s'ka me met, shumë pak punë.